Sipas rezultateve të zgjedhjeve lokale në Kosovë, kandidati Ramiz Ladrovci, që garon mbështetjen e iniciativës për Drenasin kampion, është në epërsi me 52.31% të votave, duke fituar komunën që e drejton tashmë prej shumë vitesh. Pas lajmit për fitoren e zgjedhjeve, Ladrovci ka dalë me një reagim në rrjetet sociale, ku thot se kjo fitore i ka befasuar, siç thot ai, shumë amator politik në Kosovë, duke i referuar në veçanti Sami Lushtakut, i cili në krahun tjetër fitoi me afro 80% të votave komunën e Skënderajt për PDK-n. Qytetarët kampion u përcaktuan për kryetarin kampion, krenar me juve qytetar të Drenasit, qytetar të zemrës së Kosovës. E di se jetuat e përjetuat këtë fushat ndoshta më rënd se unë dhe familja ime, por edhe ju edhe unë e kemi ditur se jemi në rrugën e drejtë, prandaj fituam. Fitoria në Drenas, e di, ka befasuar shumë amator politik, por nuk e befasoi qytetarin krenar, dinjitos dhe me integritet të Drenasit, thot Ladrovci. Mëtej ai përmendi se ka marrë më shumë vota se PDK-ja në Skënderaj, duke i dërguar një mesazh të qartë Sami Lushtakut. Kemi dhënë shumë për lirinë e Kosovës dhe nuk e kemi merituar trajtimin që u përpoqen të na bëjnë. Befasia e këndshme bashkë me fitoren për Drenasin është befasia tjetër. Kemi marrë më shumë vota për Drenasin kampion se PDK-ja në Skënderaj. Drenasi është zemra e Kosovës, krenar me të gjithë qytetarët, vazhdoj me qeverisjen e mirë, transparente e llogaridhënëse, thot Ladrovci. Ramiz Ladrovci në një deklaratë bërë pas mbylljes së vendvotimeve në Kosovë dhe nisjes së numërimeve, tha se nëse ai fiton zgjedhjet për komunën e Drenasit, të cilat rezultoi se i fitoi pa balotazh, nga nesër do të jetë në zyrat e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë qytet. Ai tha se është shefi i PDK-s në Drenas dhe askush nuk mund ta ndali. Kan fol qytetarët e Drenasit, nëse unë fitoj sonte, nesër jam në zyrat e Partisë Demokratike, jam aty sepse jam shefi i Partisë Demokratike në Drenas, u shpreh Ladrovci. Mëtej, Ramiz Ladrovci në një takim me simpatizantët e tij pas mbylljes së vendvotimeve, sulmoi ashpër kreun e PDK-s, Memli Krasniqin. Jam i bindur se ne e marrim për herën e parë, s'do të ketë nevojë për balotazh. Të gjitha rezultatet që po i marrim jemi duke u udhëhequr bindshëm për PDK në partinë time. Sot kanë dëshmuar se janë ata. Unë do të flas pas rezultatit. Ata i kanë bërë veprimet e veta. Ne të tonat, po presim qetë rezultatin. Çfarëdo rezultati që vjen ne e pranojmë, por presim që me të parën me kalu, tha ai. Ndërkohë, etiketimin ironik Dada Raz, të cilin ai e përdori gjatë fushatës, tha se është Memli Krasniqi me bedelet e tij. Dada Raz është Memli Krasniqi me bedelet e tij. Dada Raz nuk ka kalu dhe nuk kalon dot në Drenas, tha mëtej Ladrovci.